Die Staatsanwaltschaft steht unter starkem Druck von Edi Rama. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian konsiderohet si një domosdoshmëri gjeostrategjike, veçanërisht nga pushtimi rus i Ukrainës. Për këtë, Bashkimi Evropian është e gatshme të kalojë mbi dorështimet e qarta në lidhje me demokracinë, për lirinë e shtypit dhe përfituesit janë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, klika e tij dhe strukturat mafioze në vend, evidentohet në dokumentar. Shqipëria në fillim të viteve 1990 ishte si Korea e Veriut në Europë, e izoluar si nga lindja ashtu dhe nga perëndimi, që nga viti 2013 kryeministër është Edi Rama. Puna e tij karakterizohet nga politike brendshme rigoroze dhe nga njëra anë politike jashtme orientuar drejt perëndimit. Por ndërsa krerët e qeverive europiane lartësojnë Shqipërinë në samitet prej vitesh, në parlamentet në rrugët e Shqipërisë ka protesta të ashpra kundër një regjimi gjithnjë dhe autokratik. Qeveria e kryeministrit Rama akuzohet për favoricinë dhe përfshirjen në trafikun ndërkombëtar të drogës deri në nivelet më të larta. Vendi është kandidat për antarësinë në Bashkimin Evropian që nga viti 2014. E për të kundërvënë vendeve agresive si Kina dhe Rusia, Bashkimi Evropian duket se është e gatshme të mbyllë syt për deficitet në lidhje me demokracinë dhe lirinë e shtypit. Por çfarë lloj vëmbi është ky, që nga njëra anë në vitin 2023 regjistroi vite më shumë në 10 milion vizitorë në plazhe dhe lumet e tij malor, ndërsa nga ana tjetër para antarësimit në Bashkimin Evropian ka shpenzuar miliona euro ndihma. Shqipëria është e vështirë për të kuptuar. Në fund mbetet pyetja: a është Shqipëria gati për Europën? Dhe a është Europa gati të pranojë një vend që është i përfshirë në protesta masive dhe struktura mafioze?